Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi kudo që jeni, në vazhdim ju sjellum fshatin Kukavic, komuna e Prishtinës. Ky është fillimi i fshatit Kukavic. Në fillim të fshatit jam të e pa një parregullsi, një rrugicë e pashtrume. Një makinë po vjen e pat goxha problem me kalu këtë pjesë, se jeni të e pa dhe vetë në çfarë gjendje është. Hajde po shkojmë drejt fshatit, po e komentojmë, po i morëm pamjet nga ky fshat, i cili ka një pamje kodrin neuromalore. Shefeni se sa bukur është, por ai janë familjet në këtë fshat, është i braktisur. Këto dhe shumë të tjera mund t'i kuptojmë pas pak për gjatë ditës së sotme, për gjatë qëndrimit ton ditur sot në këtë fshat. Shesim toka. Në fakt, me që është në komunën e Prishtinës, po ma jep atë përshtypjen që veç ka fillu me u kthy në një fshat turistik, nga se ka shumë pak shtëpi, edhe këto pak shtëpi duken me qenë të mbyllme, nga pamjet që po i shohim të pakten. Përndryshe është një fshat shumë i bukur, shumë i lezetshëm. Ndoshta edhe që e kemi gjetë freskin pas një dite me temperatura 50, këtu e gjetëm freskin në këtë fshat. Çka mundemi me komentu? Derisa të afrohena më afër shtëpive nuk mundem me thonë kur gjo, por po e komentojmë pamjen e bukur që e ka, që për shembull kjo shtëpia është e braktisme. Sa bukur, në vend bukur, pozita, gjitha, por që familja nuk është. Në anën tjetër kemi ferra, livadhe, që do më thonë e kemi vetëm fshat malor. Edhe poshtë ondit është një tjetër shtëpi e cila është e braktisme. Në këtë fshat për ndryshe mbahet edhe etno festivali. E kanë një javë kështu që i bojnë shfaqje teatrale, përveç kësaj vinë edhe piktorë të ndryshëm, i kanë ato ekspozitat, cilat vinë edhe i vizitojnë, i shohin përse afërmi, ansamble të ndryshme, e tjerë. Për ata të cilët e njohin etno festivalin, e din qartë se për çka e kam fjalën. Por që nuk po du me stërzgjat, edhe me marrë kohë tjetër emisioni, se ne duam të fokusohemi në fshat, në pamjet e fshatit, shtëpit, jetesën, dhe qërshia mbitort me i taku banorët. Banorët ata të cilët kanë çka me na tregu për fshatin. Ja pra dhe një tjetër tabel që shkruan Shesim Troje. Që do më thonë ky fshat do me ju qitë dryni, sa i përket jetës, në fakt dojnë me bo po mduket ashtu vend turistik. Jeni të i po pra se si kanë braktis shtëpit, këtë veç banore pas në probleme taku, do mbes veç unë të komentu, të morë pamje edhe kaq. Që atje jashtë jem të i po do banor, po nuk e di se a do gjenë ku, veç njëherë mos
i qitë në fokus, që apo ndëgjun që artistat i pas kanë ndoshta provat në gjuhë angleze, thot vinë edhe nga vendet e ndryshme, pikërisht këto në Kosovë. A do një mësafer? Përshëndetje! A të vi që aty me juve 5 minuta? Se ku me ju pyet diçka për fshatin, edhe iko. Oj, zemret, nga jeni ju? A është dikush banor i fshatit? Po, ta shoni ju pyti pse keni braktis fshatin. Përshëndetje, si jeni, Dorontina? Se të duhe për të qyrë në televizor. Haj, që të po të përqofi, bro. A je mirë? Mirë, faleminderit që ka fakt. Si jeni? A jeni mirë? Qa për ju bon pleshve, qa për ju bon. Si jeni? A jeni mirë? Speca me lëngë, dorkën, jemi orë fiks në dorkë, a? Pite me qka? Isha në vizitë venditin shoqës, se shoqën e kom e Mareftit. E ati këtë i kom motra. Ne jemi të lindën në qëtë fshat, që që e shpi është e jona, unë 20 vjetë që të kom jetu. Ki shpia këtë përballë nesh? Që e përballë. 20 vjetë që të kom jetu. Edhe në fund, pse e praktisë fshatin? Mësim dhanë që më konë, këtu në fshat, 18 vjetë e 6 mujë kom punu. Pe këtu ujtë e praktisat në të vitet e 93. Pagime ishte shumë i vogël, si që dini atëherë 30 marka më konë. Jo, në nuk e di se... Ju më kom pampersa, në pelena besa. Jo s'pegaj, pe aty të mora rrugën e mërgjimit, e në mërgjim deri tane. Qështu jetë Ju pas kemi do thot mërgjimtar. Mërgjimtar. Tash keni Unë orë e në mërgjimtar pushime. edhe ke motra mërgjimtare. A këto dyja ja. Sa mirë, ke orë në pushime i kem blidh motrat, me au këthy një dorë kështë me speca me lëngë. Ja, ju kom këthy njën Në restorant, në vendindje të shoqës atje. Po këtu dështën me vizitu fshatin, i prugnë edhe këtu. Qështu. Edhe pas ka qenë kësmet me ju taku në juve. Faleminderit. Mu më bëhet shumë qefi kur takoj njerëz të mirë, e pozitiva, Mundohemi. që... Po, Mundohemi për sa të lkurës mune me dalë, Ja, është sigurisht. e rëndësishme me u mundu. Ashtu. A ti nguci pak bijat? Nguci sërbet. Bija Ajo mëri, motra bija, ljumë që ju ka shpija, e modja. Këto gjithë televizor. E që tash ti kusht kishtë thonë që kena me bisedu Vjen bashkë. para meje që të se të orat, tash pas ka marrë që të... Ja, kur të më shemë shatë të kryo, e punë, se deka. A mund është mikë dekës qaq mu? Dhe s'ka dhe gjellë, sajde. Kanë lënë krejtë, s'ka obe që atin. Ta që janë, që kanë ble për koncerte, për si sene që bojnë muzikë. Festivale. Ska familje që banojnë këto, a? Se dim, një është aty në ardhë. Se mos si ja u në zuna për kënë fetë. Vendas nuk ka këtu, tash. Vendas që kjo është ende, po, e kemi kushëri, kur të kalujmë gjithë njerë ullëmi këtu, kur e ka hapën në festin, vina vizitojna shumë, për ndryshe jemi të largumë gjithë. 31 familje i ka pas këtë fshat. Që këtë fshat, 31 Mas familje. shumë të 31 familje, ma shumë s'ka pas. Ja s'ka pas. Ja s'ka pas. E cila ka qenë arsyeja pse nga 31 familje në zero thujese. Arsyeja ka qenë shumë të janë, mas pare i shkollimi ka qenë deri në klasën e 4, numri i nxënësve u zvogluë edhe kështë që u mbyll. U mbyll. Pas mbylljes të në edhe ambulon të largë, udhëtimi largë, asfalt s'ka pas. Kështë që... Me që kjo asfalt është tu që 3 vjetë 4, që ka pas. Po në faulke. Që dhe më thonë ju 23-4 vite veç o kom pa asfalt. Veç pa asfalt e ka. Me që jeni në komunën e Prishtinës është për me u habit dhe me u qodit, pse braktisën fshatrat, sidomos të komunës kryqitetit? Fakt, ajo është shumë mirë ceke, mirë po punësimi ka qenë gjithë njeri lartë, me u thu për shumë në Prishtinë, shumë mica e fshatarëve të mi kanë qenë në për minjera, të punu si në obarda dhe kishnica. Shumë të kanë uthu, ka pas prasura, mërsa besë informire, mjekësise, po gjithë kanë uthu. Veç kështë me emigrimin ma të madhë mas luftës, apo? Mas luftës. Mas luftës,
krejt. Kur ke ardhë për herë të parë, kur ke ardhë për herë të parë mas luftës, që ke gjetë vendin, Shumë. fshatin? I shkatrum ka qenë krejt, i shkatrum. A e ndërtove këtë shtëpi? Ja, kjo shtëpi është e S'ta pas kam prek heq? Ja, kjo shtëpi është 1886 e ndërtume që kjo shtëpi. Kjo një ndër shtëpiat e para në këtë fshat. Po. E para. Dhe më thonë, kur kanë ardhë të partë të tonë prej Miskiqi i thonë. Miskiqi Teleskovë që është, atje kanë ardhë 3 vllazni këto. Edhe e kanë ndërtu që shtëpi. Ma të pari kanë jetu në Kasovë. Këtu, babgjyshi me ka spjegu këtë punë. Ato kanë jetu, të na pe jetu, në që përmda këtë. Këtu. Këtu janë 3 mbjemna, Regjepi, Gjemsimi edhe Bajrami. Dhe më thonë ata 3 vllaznijve janë të shpëndohë. I qa po ndodhë kështë me fatin e fshatrave? Po më interesën me ndimi. I shohë? Marec plot kish pasën në shtëpia të marrume. Tonë që në këthyje. Jo, që të fshatunin ju, krejt kanë hije. E pak të bijat se kam qef, se dhe une i kukun mi des... A? Juve vi që pyti kështë diçka tjetër, qka dini? Qa ketën... Filloj malë. Këta e paske mërgjimtore. Po, 2 motra i paske lon këto, a? unë e 77-ën jam dorë për tu që ju martu. Edhe 2. E psi ja u keni bo me hilje, si keni morë edhe 2 tjera? Deti, tjetra nuk ka Deti, vaj. Shumë mirë. Apo bashkoni shpesh? Gjithë. Na bim vllaznia këtë. Shpesh na bim. Qështu? Në Prishtinë. 3 vllazni dhe 5 motra jena këtë në Prishtinë. Nuk pas këti këshëm largë Prishtinës. Në Prishtinë. Edhe kena 5 holla këtë Prishtinë. Këtë familja Prishtinë, nga Prishtina. Jem peja se këtë kodën. E sa shpesh e vizitoni fshatin? Po, që të 4 herë në visi vjetë qëtu. Sa mirë. Vim. Vetë, vim. Që se u gjeta në i fli. Merë. Që Të thëjsh, kështë ditë, po. na i ke gjetë në i skarë, se na dhe skarë bojna. E nonës. Kreti kena pru këtë. Po tash kësmet po tojmë edhe koha dorkës, halo dorkës këm hongër. Duhet ka pak mund zirë. Shoqën e pas ke nunëse. E re. Po ju re ka goti kunota. Allaj halal i koft, i lumt. Na modhja. Apo të ngucin e herë se këto kunotat kanë që vëllaj vlone e kena ma të mirë. Ja, asë musi në kanë e hebojnë, ha e gore po ju. Vëllaj mos ja u bo bukën, vitë se të tojmë vloj ju në ma i mirë, mos ka bëm i bo bukë. Kur si kom një të thonë. Si keni? Kom një kur të thonë vlove e ma i mirë. Qka të kanë ngucë, diçka që nuk të ka pëlqy? Ja, hesë, së më kujtyët kur. Për sen. Ka shumë pozitive dhe i merë këtë hajgore. Jo, po dhe jem qashtu. Jem shumë plot. Familje që nuk i kena morë 2 motra për shembull edhe 2 vllazni që jena orë, se na vina gjithë grupë, po ata si janë në përdetna, nuk në ka duk që jena orë dhe jena dorë më shëti. Se jena qashtu. Po. Jemi grupë. Dalë me 3 kiret për meneri, marë me gjithë. Gjithë dalë me vikend. Ma shumë të në këto në shatë. Dalë me vikend. Kalëm kohën për shamë të shumë dhe dilën. A e mendoni me u këthy në i herë përfundimisht? Ja, më këthy përfundimisht është e vështirë. Sepse mija nuk kanë rritë në atë frymën tashmo për dihet. Po punë, normalisht e kam bo rrethin shkolla, puna. Puna, shumë sane. Vikendica sa në plot, po Po rrim gjithë verën e lumë. Po rrim gjithë verën e lumë, këtë dimi po shkojmë atje. Qështu? Fshatin Kokaj, vijim, e vizitojmë, rrim, ham, pi, gjithë ditën. shtunën, po sot jena orë dhe hone. E dimri po, dimri ta vini në i herë? Vina edhe dimrit vina. Veç marrë. Se është, se janë dështa dimrat ma tashpër, për shkak pozitës që e ka fshati. Tash rruga nuk ka hapë, fort mirë, nuk është shumë problem. Tash kanë dalë edhe veturat, kuptohet me 4 rrotë, kështu që nuk është të vështirë. Isha të ju pyet për shtëpinë që keni jetu dikur. Brena për shkak me dashur me u kthy, a është e rregulluar, a e keni lënë Ja, ashtu? shtëpinë e kemi shit. A e keni shit. E kemi shit.
Shtëpinë e kemi Se shit. të më imitu këta mu, o i zoti Jo, ja. shpis. Këta, Jena këtrin. këtë shpinë e kemi shit. Unë veç aty në shtëpi kam një 5 metare. Mendoj herë me marru një vitën ditë, po Bes ke lënë pak diçka një pjesë tokës që nëse ndryshon mendja, ndërton diçka. duke nëse dëshirojnë edhe fëmija, se fëmijët i kam të rritën. Jo më mas por vetë nusë, nusje mas por se kjo vjen, kjo ka më mirë me ty se fëmija me gratë Mas vetë. në pleshni ku e divne, ma ku plak për janë La po. vetët edhe pak se ma nuk vetët. Po thua? Jo, vlla. Vetëm dhe këta dy në mes Po që ajo vete. shkolla aty që Se marrin të rritë në dërë mos ki. Po me që fëmini pas ka jetë. Po. Në rrugë ke shkolla. Që ajo shkolla që kemi punu unë ta kom punu. A ka qenë qëtu në vetë ka qenë shtëpi private. Që dhe kom punu e 9 vite nda. 9 vite të na unë ndërtua, ja, edhe qëtu. Dhe në 93-ën. Në 93-ën keni ikë. Po më shelë, s'pat heq pa ndalë. E kjo mërgjimtarja sa herë po na vizitën Kosovën? Unë tash t'ja kom njës 3 herë, 4 herë, shkoj, vi, Që është bon punë? qështë të mbon punë, Me kam po vjen mas shumë ti? vetëm. Shukëm ka s'ka dikë që një vjetë e gjysë, po faleminderit. Vetëm po vi, i kam 3 vojza, atë vojzat s'u po vinë, vetëm po vi. Po rrim me mutra, me vlasnik, me qështë. Qa me bo? Po, ju bijat, kur vini këtu në fshat, cili është kujtimi ma i bukur që e keni në Gjithçka. këtë fshat? Gjithë shka na kujtut, se kena pos kusherina, i na kont një gjakët krejt, jenë kon vlaznik të jenë kon, 3 vlaznik, që shta vlau, 3 vlaznik, ata dikur jenë da, gjemojli, smojli, ta na thmija na i na konën me ta. Krejtve që gjemojlit, që e ka pos shpinë këtë gjemojli, kanë dek ata të vjetrit krejt. Regjepi, baba e moqa atje, Bajram e ka pos emnin këtu, veç vlozën jenë konkret, smojli që e ka ble kë, e ka mi Fadelysa, dhe që na konë krejt një o gjak, qaj është piqa si shpije, jenë dalë jenë shpërnda qështë. Apo më duket mu a fshati po do me u kthy në vend turistik? Po, që të po. Po, është këthy veç. Për shemëll Fadelysa, që në falenderaj, se shumë kë ora edhe nuk i ka hu vlefta këti fshati. E vërtet se po i shumë disa ndërtime, disa të vjetra, ashtësi antike. Kë ora së bep, që edhe shpia, e ka rëmu, se vlave tina Fadelysa e ka blej. Aja ka rënëru, e ka rëpëllu pak a shumë. Qaj shpije është të marru po. Ajo shpia është me 4 dhoma në altë. Edhe po drumin e ka këtë që ma në në fest kë programet sfaqe. Miru kanë me qitë, po nuk moni me i, se është tash e Fadelysit. Kjo është e kusherinit që e ka pos shpinë këtë, Hajdin Regjepi, kjo vikendica Hajdin Regjepit është maru me... Po më këtë po keshin se jam të ndëgju fjallën teme të famshme i Zotit Shpis, a në fakt janë në gjirime të aktru. Po i Zotit Shpis, a pas kanë morë shprejën teme. Ju boft mirë buka se uftof. Unë e hane ka pak. Hajtë se po ju bashkan gjitëm pra, mës mja u këthy. Edhe ondit ndërpreje se ju uftof longu me speca, tamam në fshat. Atje drekën e mirë shumë, po Po, këtu... ja këto, kështu diçka për shpejt. Qaj me pi, qaj. Edhe jeni të e shiju natyren. Tyren, qajnë me pije. Se marum restoranta e që kjo ka ma shumë vlerë se restoranti. Për bis. Pas këtë senet tradicionale, ku kemi honë vendindin e shoqës, e këtu na metën qitë, thëmë, hajtë edhe njëherë, kjo shoqja. Që kjo ka vlerë ma të konë. Tash konotat i thejshin në shoqës, që e këtu, ma gjallë. A me që se kjo ka jetu, ka që 50 vjetë gati, shoqja me. Tash ti do e shumë nusën të na qitë qojnë, me gjygyma, ku ka ma mirë, na veç, po e shtroj muhabetin.
Hajde, unë e prit që po më qëtë nusja qaj, u qova më një qitë qaj bijav ma të mirav në sheher. Mu bo shumë qefi që ju takova, u njoftu me juve, jemi knoq, veç ka fillu me u ersu se këshëm nejt edhe halo ma shumë. Ani faleminderit për juve që keni gjetë këtë kohë, e na keni vizituar. Keni vizitu fshatin tonë, jeni të mirë se ardhën na gjithë njëherë. Faleminderit Pse nuk shumë. e gjysojmë këtu, do më thonë fshatit që fshat që të regoj motra, kemi qenë bojal nuk ka kur favoritje kur. Po vrenin bazë të juve, s'kem qka flasë ma shumë. Haj që së më qojat. Hajde, këtu. Ja, Që të e nuse Unë- qërat. oj nusja të gjëru. Konota të unqën. Konotat bëllë kanë qitë qaj. Do të ka pak edhe jemi pas dë ditë se fa. Aj, bo. Derit. Këshër ma qehren që të ma qajnë, po juve shumë të letë për dasha me jau qitë. I kemi... Ja. Ja valla unë shumë letë më duke të qasa me juve. Na më në thjesht po të kom, na I kemi konuar sa vjetë. Po, inshallah dhe shumë tjera. Inshallah më gjithë juve bashkë. Amen. Qaj kërë, në fatë në qitron. Nëse dhe ma mu, së në pitron shumë. Mu ma ke qita? Hajtë, cilin po dënë? Jo s'kom pitë. Mos është i ronë? U bo. Që ke i burrit, ha? Faleminderit nuse. A, ju boft mirë. Mira gjithë. Mi se mi po I pim qajat e na pritni edhe në pjesën tjetër të fshatit. Zoti ju dhosh bereqet e faleminderit shumë për pritjen e mirë, na jemi knoq me juve. Edhe na me ju. Me juve. Faleminderit shumë. Gjithëherë. Faleminderit, ishte shumë knaci mu bo qefi shumë që I gjeta edhe bijat. Edhe gjithë ata që kanë motra, amanet mbledhni bijat se bijat janë shyreti I shtëpisë. Edhe pik. Po qashtë, valla. Po qashtë Mene, qashtë. Pa motra. Amen. Faleminderit. Ishte shumë knaci. Faleminderit. Knaci, I ndrum, Po faleminderit. që shëndetin. Mërgjimtore. Përshëndetje. Miru pofshim, faleminderit. Faleminderit, Nuse, të ditën e faleminderit mirë, për faleminderit, muhabetin. faleminderit, Zoti i ja bosh mirë. shtoft. Faleminderit. Ishte shumë knaci. Edhe juve, inshallah shimi për të. Amin, inshallah, ju përshëndes, çdo të mirë. Faleminderit shumë. Kujdes. Hajde miqtë mi, po largohemi, po ja mbyllë derën, këto ka xhirime, nuk po I pengojmë. A? Ja, me xhirime janë të I bo provat. Që shumë do këtë mu dikosh me ardha dhe me mi prish xhirimet. Allah I flokën jashtë. Në xhirime mu zbon në mprek. E falenderoj këtë familje kaq të mirë, dashtme, e kemi kalu një copë, bukur të mirë, sa që qenë ka rësu, edhe nuk e kemi vrejt. Nuk e di se sa do arri me I përcjell pomjet e fshatit, por ditë ju them që fshati është shumë I vogël. Shumë respekt për këtë familje, e respekt halo ma të madh që mblidhen kështu bashkohen si dikur dhe I vazhdojnë nejat. Kjo shtëpia ka qenë dikur e kësaj familjes për 20 vite me radhë. Këto kanë jetu, ponu, e që tashme e kanë shit. I kem qysh na tregun edhe një 3-4 shtëpi. Në fakt fshati veç ka fillu me ndërtu me villa, është të u kthy në fshat turistik. Andaj e kemi problem me taku banor me që është fshati I braktisur. Por gjithsesi synin do ja u knoqëm me pamjet e fshatit. Edhe kjo ka rëndësi me e po ju se si dikur kanë jetu familjet në çfarë fshati dhe se si është shëndru sot. Jem të e po një, veç t'i dalë para, se nuk jem të e vrej që kem të po. Në këto shtëpi
dikur ka pas familje që kanë jetu, por tashme mbohet etnofesti, pra këtu i bojnë shfaqjet e provat e veç kujdes. Po vazhdojmë na drejt fshatit, thuja se jemi në fund. Kemi nëzitu me i marrë pamjet sa ishte dritë, edhe tash e kemi kështu emisionin për shkak të temperaturave të larta që e kanë kaplu vendin, jemi na u duhet me dalë në orë të vëndshme. Shiten hektarta, po, pra dhe një pjesë tjetër, sa? 20. Edhe një tjetër pjesë, pra, e tokave cilat janë tashme në shitje. Qëtu jem të e po një fest me mbeturina bërlëg, nuk po m'pëlqen. Tash pjesa e fundit e këtij fshati jemi tu e po, në fakt me zgjedhje po arrime, po, a jeni tu po, publik? Edhe një kull e cila tashmë është shëndru në restorant. Kene me po një fshat të vogël, të lezetshëm, me një super familje, një fshat i cili është braktis i tëri, por që fshatit vazhdon me imbit bukuria që e ka pas dikur, po dhe sot. Kaq kishëm për sot, takohemi në fshatin e Rodhës. Deri atëhere, mirë mbetëshi!